të regoj drejtën, unë para një muaj e gjys njët publikova edhe këngën me Ronin, pas një muaj e gjys publikum edhe këngën me Babo Tarabukat, edhe të regoj drejtën, del ditën e te kënga në ora 5. Del në YouTube edhe kaq. Nuk është e ndjesia e ma parshme, kur do është të publikojmë këngë, organizojshim promovime, që e kemi bo me vite. Do është të shkojmë ekskluzivisht në përgjitha televizionet mysafir për ta promovu këngën. Tash mu nuk më duket se ka mbet në loj lezeti edhe qefi, po e publikojmë sa me qenë aktual, e me pas në i risi për publikun, po ajo emocioni që e kemi pat nuk është. Unë e mbaj mend në vitet në 2005, kur kam bo promovimet, festat, ku mblidheshim gjithë miqt e kolekt, edhe bënim promovimin e këngëve, ishin gjithë mediumet mysafir, edhe kënaqeshim, edhe qef, kish një farë lezeti, një farë ndjesi, një farë emocioni. Tash më duket se nuk ka asgjë emocion. Tash është bë gjithë shka teknologji, gjithë shka sa me bo ditë shka, me publiku ditë shka, me qenë në trendi, edhe ajo. Po na mungojnë qëto aktivitetet kulturore, artistike, që na kanë mbledhë dhe... Beso bleron, po afrojme edhe prak festave të vitit 3, atë e kemi diskutu edhe bisetat tona private, nuk është mua e lezeti ma parshëm. Me nëzi prishim vje viti ri, të organizojnë televizionet, programet e viti 3, mbledhemi me gjithë kolekt, le se bënim program, po edhe u knaqëshim për vete. Po tash s'ka mbet kur një farë lezeti. Kështu që po mundohem me shku të misht e vjetër, që kemi kalu vite me ato, edhe që zbon pa mi këthy, se për ndryshe ma s'ka mbet kur gjo, veç këno, publiko, me telefona... Apo mendon që i ka hup edhe shikusit interesimi për këtu, apo veç është zbeh... Po, unë mendoj se i ka hup, se gjithë janë me telefonat ndorë. Shtu që ma gjithë gjërat i kuptojnë në përmjet telefonave, edhe aty ne ju ka hup interesi, po edhe neve artistave na ka hup interesi, se shtash e kemi shumë kollaj, ne t'japim një deklarat, japim faqet tona, Instagramit, Facebookit... Edhe miren s'to ko. Edhe du ta promovoj klipin, pe promovojnë klipin në Instagramin tem, që akumulohet me shku mu në ly, mu gjy në emisione. Mu mungojnë të në drejten, po edhe unë e kom marrë rrugën atin, edhe unë kom njës me pritu të regoj drejten. Me shku, po, kur peshe që nuk ka interesim as në të dy palët, edhe të ti hupën e dëshira për qenë prezente. Ti ke qenë prezente në emisione jo vetë si misafire, po edhe si një koqire. Apo të mungën të pak të në që kjo onë, cilën publiku ta ka përqafu fort, biku, ti e den, nuk kom që ka me tonë për dashnin që ta ja publiku, e sidomos në rolin e moderatorës që ke qenë. Të them drejtën mungon, edhe mungon shumë. Ka zdo vit, thëmë, si duket këtë vit, do filloj prap. Apo, pas për din vetën. Do filloj prap, kom pa disa bisedime me disa televizione, pas e m'ka panika. Se e din ti fort mirë kur kemi punu bashkë, është një përkushtim shumë i madh, edhe një detyrim shumë i madh. Unë e di se çka do me thonë bësh një emision. Edhe të regoj drejten, tanë rrugës kom qenë me stres,